Në atë moment kur do të bani fëmijë obez, jo automatikisht e keni aktivizuar një mekanizëm që është prezent në trupin e njeriut, edhe veçanërisht është i shprehur tek obezët, pra ju e keni inicu rezistencën në insulin, për arsye se tani krejt atë ushqim që ja keni dhonë, diçka duhet të përpunon, kuptoni, edhe zakonisht me futjen e ushqimit ta itet insulina. Nëse ju futni shumë ushqim futni, pra insulina dhe të fillon të shpërndan, të pricën se nuk e harxhon, pra fëmija nuk zhagitet në përdhom, nuk e leni të kapet dikund, edhe të bënde një shërë dhe një herë, më kuptoni, do një të mbani mbret të bani, ajo nuk jeni mbret, sa arani se për të bëmë mbret, duhet vetë jeni mbret, edhe po, e keni bo hapin e parë për obezitet. Aty nis, dhe me thënë. Këtu nis, nëse nuk jeni të vëmendshëm. Nëse jeni të vëmendshëm, dhe të bëni ato të shka shumicën e rasteve është bo. Pra, dhe të leni fëmijën që edhe të zhagitet, edhe të ushqehet, dhe me thonë me ushqimet që ju dhe t'ja përzjedni, për arsye se përsëri dhe të kthehemi të indeksi insulinës, nëse merrni edhe analizoni, jo ndo lista që mund t'i gjeni tash online kudo, dhe të vreni që për shembull ushqimet të gatshme që shumica e prindve sot në këtë kohë i marrin dhe i përdorin për fëmijët e vet, indeksin e insulinës e kanë mbi 140. Që tash me marrë me krahasu me disa ushqime tjera, është një listë shumë e madhe, unë nuk e di që do ta hupi këtë kohë juve me ju tregu cila është, po cili don mund ta din, pra mund të hinë edhe ta kërkon, pra nëse indeksi i insulinës është 100 tek buka e bardhë, llogaritni ushqimet e gatshme janë 140, mishi është 50, edhe shumë tjerë. Tjerë të cilat tani mbledhen. Pra bukvalisht ju thash, ju në atë moment që doni me rrit një fëmijë të shëndetshëm, ju duhet ta dini edhe ç'ka është e shëndet, ç'ka në fakt është e shëndet.